Prej 78 ditësh, revolucioni Flamingo ja ka rikthyer qytetarëve bulevardin. Në mbrëmje, ai kthehet në një skenë me fjalime, pankarta, daulle, Flamingo. Por, përpara se marshimi të nisë, në asfalt zhvillohet një tjetër manifestim. Prej 30 ditësh, një grup i vogël aktivistësh dhe artistësh të rinj shkruajnë çdo ditë, me gëlqere të bardhë, një mesazh të ditarit mbi bulevard. Faqja e parë e këtij ditari nisi në ditën e 43 me fjalët Repeal Law 21/2024. Te këndin e fëmijëve ke plot fëmijë që pikturojnë në shesh, ose lojnë mesazhet e tyre, ose bëjnë diçka. Edhe ne menduam pse mos ta bëjmë për masa më nda. Dhe sigurisht ku pam bulevardi tashmë ishte për ne ishte një fletore me vija, dhe vija ndarëse të korsive të rrugës ishte një lloj ndihmëse shumë e madh për shkrimin, cili të matët për distanca se sa i gjatë mund të ishte shkrimi. Që nga ajo natë, në bulevard shfaqet çdo ditë një mesazh i ri, i lidhur ngushtë me ngjarjen që po mbyll ditën. Ne jemi disa njerëz që merremi zakonisht, disa marrin ujin, disa marrin gëlqeren, në fillim vizohet me shkumës, pastaj hidhet uji sipër fjalës që ne do shkruajmë, pastaj hidhet gëlqerja me porcione shumë të vogla dhe kjo e gjitha hapet me fshesë. Dhe bëjmë kastile me gëlqere që ne të kemi mundësi që nesër të shkruajmë një fjalë tjetër pasi ata e fshin gjatë natës, e lajmë. Kështu që kemi mundësi që çdo ditë të lëm nga një mesazh. Përzgjedhja e mesazhit nuk është e improvisuar. Aktivistët konsultohen mes tyre për të vendosur cila është ngjarja më e rëndësishme e ditës që meriton të gdhendet në bulevard. Ndër parullat më të pikasura ka qenë me kryen hi, që normalisht vjen nga poema e famshme, po që shkon shumë me realitetin që pyet dhe natyra shqiptare po kalon. Ja, ky procesi këtu, praktikisht hedhja gëlqeres, edhe na duhet të kontribojmë sa mundemi. Mendoj se cili këtu në mënyrën e vetë po kontribon, edhe më bëhet qefi që disa ide çohen për te kësaj proteste dhe zakonisht njerëzit gjejnë format e tyre për të shprehur një mendim, një mesazh. Janë disa shprehje që më pëlqejnë, por nga ana tjetër ajo që trumpetohet gjatë gjithë kohës është që vetëm nga propaganda në tërësi që vetëm kjo qeveri mund të jetë e duhur anthojza që mund na çojnë në BE, dhe ishte një mesazh që patëm bërë edhe në anglisht, No You with Rama. Kjo hapësirë respektohet nga çdo kush që merr pjesë në protestë, pasi kalimtarët nuk e shkelin tekstin derisa gëlqeria të thahet. Më mund marrim një rast në momentin që Edi Rama ka hedhur librin Besa, që ne kemi shkruar i pa besë, edhe dim fare mirë që kryeministri Edi Rama na ka treguar më së miri që ai është thjesht i pa besë. Sigurisht ka mesazhe nga më ndryshme, qofsh një nga preferuar dhe një nga që do veçoja ishte Boulevard of Hopes, që edhe ky bulevard e ka treguar mjaft mirë që se sa shpresdhënës ka qenë edhe që do vazhdoj të jetë. Thirrjet ka qenë të ndryshme, qoftë Spakju, qoftë RNB BNB, që është një nga pikët kyçe të kësaj proteste, Rama Burg Berisha-Burg. Ndërkohë që kolona e protestuesve afrohet për marshimin, një grup prej 30 vetësh rrethon mesazhin, duke e mbajtur të dukshëm për kamerat që filmojnë nga lart dhe për mijëra qytetarë që protestën e ndjekin nga rrjetet sociale apo mediat. Kur mbaron marshimi, ne vendosemi në rrotull shkrimin në mënyrë që ta ruajmë, edhe që të mundet kapet edhe nga dronët përsipër. Madje është shumë e bukur edhe që ruajmë një vend. Janë sikur është vendi i hapësirës një Shqipërie të re. Ditari në bulevard po mbështetet mbase padashje edhe nga vetë Bashkia e Tiranës. Punonjësit e saj kujdesen që çdo mesazh të fshihet brenda pak orësh, duke e pastruar në heshtje kanavacën për mesazhin që do të vijë mbrëmjen tjetër. Për 30 ditë, bulevardi është kthyer në një ditar të hapur të protestës. Mesazhet ndryshojnë çdo mbrëmje, sipas ngjarjeve dhe shqetësimeve që shoqërojnë protestën, ndërsa shkrimi një dite më parë fshihet për t'i dhënë hapësirë mesazhit të sotëm. Një hapësirë që kthehet në një manifestim shprehjeje për qytetarët dhe një kartolinë vizuale e asaj që ndodh brenda dhe jashtë protestës.